babës edhe nanës mi ba mirë. Babës edhe nanës mi ba mirë. Sa mi ba mirë, bre vllazën? O xhamat, ngoni këni sa mirë. Sa mi ba mirë babës edhe nanës? Sa? E ke pa e vladin e vogël kër e kije, hanë që ta hanë që ta habe me që ta ban që ta a i 100 herë pja bon kjo petë qefin pja bon. Baba i vetë 1 herë mës mja bon hiç si bon edhe prap qefin s'ja bon. Ngoni këne që ka i një ju këtu edhe i kini kush e kini babë në gjallë apo gjysh dhe gjysh e gjallë se si në vend prindve i keni apo vetëm babën gjallë, apo vetëm nënën gjallë, ktheni ju në respekt, ktheni ju në respekt, vallahi mos t'i thehet babës as nënës qefi as njëherë, as njëherë, as njëherë, as njëherë. Kartë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, sahabi kartë Resulullahi ka thonë, ja Rasulallah, këm dalë me t'u bashkan gjitë ty në hijret, në shpërngulje prej Mekës në Medina, se Allahu ata që po bojnë hijret, po ish përblen me gjennet, kom ardhi ja Rasulallah, ty me t'u bashkan gjit, tha që shikelon babenon, tha i kom lon t'u kajt t'i dhnuam, tha ktheu që shikebo me kajt, ktheu edhe boni me kesh se hijreti jo t'jo është, mi bo babën edhe nanën me kesh. Ju sa herja keni thuju babës edhe nanës qefit. Bone men të o musliman, pe i thamë edhe vetit edhe juve, nëse ja ke thuju qefin babës edhe nanës apo njonit për dyve, edhe ata jeni dhnuë, edhe kanë bo, s'kanë folë. Ti ku të të shkojsh prej kësaj, thonje stakfirullah, thonje stakfirullah, qile gojër, thuj stakfirullah, ja Allah ne i falë gabimet, ja Allah ne i falë gabimet, se nuk ju kemi dalë hak babës edhe nënës, Allah ne i falë gabimet, ja Rabbi. Tha ktheu të baba dhe të nona, që ke bo me vaj, me lotë, këthejmë bëjbo me kesh. E hijreti jëtë ashtë nëse babën edhe nënën e bëjsh me kesh. Mës të folim fjallë të cilat i kemi nije për prindët e tyne që ka unë më keq kanë folë. Allah i në rritë. Atash, politika aktuale e vendit, me televizora, me internet, me Facebook, 8 marsi. Shka është 8 marsi? Kushe kanë nreq këtë 8 marsi? Këtë 8 marsin e kanë nreq qufaret e Evropës, kure kanë lënë respektin e babës edhe të nënës edhe të gruës, shka të bëjnë hajnë njëherë në vjetë të bëjnë bilen një 8 mars, në t'i kthehet le ta mashtroje babën edhe nënën me një lullë të plastikës, apo qoftë edhe original një lullë, nënën e të kthehet. A i kthehet barku nënës edhe njëherë. E kanë pyet Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam, ja Rasulallah, cili gjunah është më i madh, cili gjunah është më i madh, ka thonë Allahut të i bën shok, ortak në adhurim. Mandej ka thonë babën edhe nonën të ofendojsh, mos të respektojsh, më i madhi gjuna. Mandej të dëshmojsh rrenjshëm, të rrenjsh, dëshmi të rrenjshme, ispatlik të rrenjshëm. Allahu në Kur'an pra po thot, wa qada rabbuk, Allahu po urdhëron që të adhurohet vetëm Allahu. Mandej të respektohet baba dhe nona. Do më thonë, si kur dyshinat binarit, urdhni Allahut po thot, mur adhuru vetëm Allahu, mandej mur respektu baba dhe nona paralel. O insan,
Qysh po qohësh ti në mëngjes, me një rendi me pi kafën e sabahit me trafik, që ty ku me do një kafe, me do një dishka, edhe paqetën e cigares me një herë, edhe po kthehesh të shtëpia e babës e as nonës, e as babës, e as gruas. Një toplit të nxehtësën pja blesh. A €1.50 paqetën po e blesh ase 2. Edhe kafën, bile duplo kafe, se po i duhet një 5-6 cigare mu zeherua me sabah mu helmu. 5-6 cigare me 2 dupli macchiato. Një €2, €3 me sabah. Baba e nona hase gruja ja gjon qarën. Edhe gruja s'po i do vjerin. Se po e she që i burri është me defekt të fabrikës. Mos ja i babë nënë s'pido dhe unë, si do unë, si kom kërshon. Që kjo dini juj, që kjo feja juj. Feja e nënë nuk mbështetet në plastikat kinës, në lule falcë. 8 marsi jonë ndaj nënave tona është 365 ditë. 8 marsi jonë ndaj prindve është 365 ditë. Ola të kullehuma uff, e mos ju thuj as uff. Warham huma, ban mshirë ndaj tyne. Mshirë ban. Pse? A i plak, nona plak. E derdhen qajen, e derdhen supën, e derdhen përsheshin që ja ke bon. E së nëmbrohet, ti me një rendi për reagosh po të këcen kanari, këshire mirë! A kur po e derdhen beba, me një rendi grue mule, një si parfum të lagët, që po i marajnë që tash ato farletrat. Mule grue, po qohët pesh për bebën, pesh o qu! Peshë që e pampersat €10 €15. Peshë që për vlat. E vladi nuk të qonë në gjenet, kurse respekti i babës edhe nonës të qonë në gjenet. Ka thonë pejgamberi jut alayhi salatu wassalam, el gjennetu tahte akdamil ummahat, gjenneti është nër kamët e nonës, në respektin e ti. Qështu të regon një grave që janë shpia? Me selam temin, tregon ju nënave t'juja, grave, vajzave, motrave, që të fjallë tregon ju edhe vetë praktikoni, e Allah ju një moft. E më shkoni jashtë pijamis me dalë, a nitet qka tha, qka po vikete, qka po bane, qka s'po bane. S'ka nevoj këto komente me mi bon fare. E pe këqyrish, fmin sa shumë. E baban edhe nënën? Nëna jeme njëherë mu më tha, tash e dek që sa vjetë, kur i dojsha fëmijët e mi të vegjët kur ishim, ajo më ka vrejt, më një vrejtje të nanës që e vrejnë e vladin, masi i kam dujt e i kam puth fëmijët, e tha mërbir, edhe unë e tha ty që shtu të këm dashtë të këm puth. Kthen ju prindve, ku shikrini prindët, babë dhe nënë, kthen ju në respekt. Kthen ju në respekt. Vallahi një kafe, kur gjonësën është një kafe, 50 cent. Të dikush në është kush të ka dhe 50 centi. Unë e i kam. Po kur po më jep, djali jam një kafe 50 cent, edhe pse i kam unë, edhe i ka, unë po më vjen mirë. Po ai që si ka! Edhe s'ka gjetë respekt për e vladit. Kur ti kthehet e vladi, e t'janije aromën, erën e vladit, duke i thonë, o babë, oj nën, shka i bën zemra e vladit, e shka i bën zemra e babës e nanës, që ka hup respekti, e jo me i thonë babës vetë, plaku, ky plaku, po kushon thash ky plaku, se baba jem, po thuj baba jem, plak për mua, për ty babë, edhe nënë. Prandej jemi në qëtë gjendje ku jemi,
vallahi para 3-4 ditëve lexova një punim të një dietarit në internet, e lexova këtu poshtë që kam internetin, një prej faktorëve, një prej shkaqeve, një prej plot shkaqeve të shkatërimit qeverisjes së Egjiptit, se kryetari i saj, që ky Hosni Mubarak që s'meriteron mja përmend emrin unë hutbe, kishte qenë arrogant ndaj prindve të vet. Në internet e lexova, një akraba i veti e ka shkruar. Ajo mesele më para 80 vjetë. S'ka para 80 vjetë, para 800 vjetë. Nëse nuk respektohet baba dhe nona, a lihet baba pa parë në xhep. Po i ka 45 euro. Po ti sa i ki? Ty po të hahet një 3 leqe. Aj një leqe në të haje ma lirë një ose 3. Prandaj ndëgjoni që të fjalë temen, e inshallah thëmë diçka. Se cili e dini prindët e vetë, shikeni, zgat një dorën në gjep, e jep një ka një 10 euro, ka një 20 euro, e ka një shok, do me e qarros, e ka një jaran, për do me pi një kafe, diku me bo një muhabet. Unë edhe pse si ja lejoj kujt duhanin, se nuk ja lejoj, ajo është duhan gjitha, shumë 70 vjetë, së më pjam qeli mja fik. Do me pi një cigare me një shok të vetin, aty në të rinë, të bëjmë muhabet. Po do mi thonë, hajde në kafe se ka as një cent i shkreti në gjep, a djali vetë lavdrohet me qëfar makinet madhe, ka bleju lavdrohet shokve, a baba i vetë si dile në gji 10 euro se ka në gjep. Kthen ju prindve edhe njëherë, Allah ju një moft, edhe thoni stakfirullah, kush kini bo nga këna. Abdullah ibn Mesudi, thot erdha të Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam dhe i thash, ja Resulullah, o i dërguar i Allahut, ejul ameli ahab ila Allah, cila punë është ma e dashme të Allahu? O Resulullah, cila punë ma e dashme? Thot pejgamberi, as-salatu ala vaktiha, namazi në vaktin e vetë. Kër të vjen namazi, pse namazi në vaktin e vetë ma e dashme të Allahu? E kuptuat pse? Pse namazi ma e dashme të Allahu? Sepse Allahu për të thret në atë kohë, Allahu për të pret. E zoni ka thirë, Allahu për të pret. Ti s'përshkojsh në takim me Allahun. Ma e dashme punë të Allahu, namazin kohën e vetë. Mandaj cila ja Resulullah, mandaj tha respekti i babas dhe i nanës. Mas namazit në vakt. Mandaj gjihad fi sabilillah. Gjihad fi sabilillah. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tregon Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, me rastin që i ka ndodhur në hutbe. E kanë një sahabët të thonë, amin, amin, amin. Edhe e kanë pyet, ja Resulullah, çka kena ato 3 herët në hutbe amin, amin, amin? Tha para prej tyne, më erdhi tha Gjibrili alayhi salatu wassalam edhe më tha, kush i ka nxon prindet gjallë apo njonin prej tyne, edhe ka hin xhehenem sebeb mos respektit. Allahu e ka larguar rahmetin prej ti, pse se ka bon respekt babën edhe nanën, edhe më tha thuj amin, e unë thash amin. E dyta, do më thonë të babat e nana, e dyta, sa aj që ka hy muj Ramazanit, e nuk jenë falë gjunahat, e bon prej zjarnit xhehenemit, Allahu e ka largu prej rahmetit e vetë, sa thuj amin, sa thash amin. Fjala amin, përgjigju ja Rabi, mallkim prej Allahut, lanet prej Allahut, pse Ramazanit s'ja ka bo hizmetin që shduhet. Edhe treta që këto popullion shumë pak e din, populli si popull, ju e dini me siguri, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka meritu dënimin e Allahut, që ka thonë amin, qaj që mu ka përmend emni e salavatës po qonë. Prandaj mësone gojen, o xhamat i jeni mahallës, mësone gojen, ushtrone gojen, sa herë përmendet pejgamberi, thoni alayhi salatu wassalam.
ose sallallahu alaihi wasallam, ose Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. As po na nini gjatë sa herë pe përmendim sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Këto tri gjërat që i ka përmend Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në hutbë. Kur është në pyetje raporti babës dhe nënës me evladin, edhe evladi raportet me babë dhe me nënë, shumë duhet më fol, por arsye se o largue evladi prej prindve. Për arsye pse o largu, se po e merr tërbijen prej televizorit, prej filmave, prej gazetave, prej revistave. Do më thonë, evladi sot po edukohet, po bëhet tërbije prej medjave elektronike dhe të shkrume. Edhe në shkolla që kemi na shkollat e Kosovës, arsimim kanë, sikur që i kemi thonë çdo herë, arsimim kemi. S'ka analfabetizëm në Kosovë. Arsimim peke, amo edukim jo. Allah ja mundsoft qeverisë me pas edukatën fetare në shkolla. Se edukimi fetar e nreqen edhe presidentin, e nreqen edhe atë fëmijën në shkollë. Vallahi. Po për çka e nreq? Sepse ky libër i Allahut është prej mbi 7 qiell i shpallur për edukim. E ka thonë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, njeri i shkretirës. Resulullahi ka thonë e jo unë. Edebeni Rabbi fa ahsana ta'dibi, me edukoj Zoti im dhe ma mirësoj edukatën. Kush ja mirëson edukatën ma mirë se fjala e Allahut xhalla xhelalu? Kush mundet me të bëjë tërbije ma shumë se fjala e Allahut? Allahu na boft të fjalës Allahut inshallah taala. Po thot pejgamberi o vllazën në një hadith të cilin e kemi spjegu heret, por në vijat shkurta do të përmendi. Në një tregim të cilin e tregon Hazreti Umeri, thot e ndëgjova Resulullahin të na tregua, sami'tu Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi çka ju ka tregua? Ju ka tregua 3 njerëzit të cilët kanë rënë në zër, kanë ecë në rrugë, e i ka zonë nata, jenë këthyë me një shpel me bujt, kanë hi me një shpel. Në shpel o rëkullua një guri i madhë dhe o ka zonë dhere në shpelës edhe kanë me të mbyllur. Edhe su ndalin prej asaj, s'mun e shtyjnë atë shpel, e kini një hadith, këtë hadithën e kini më shumë vendet të shënuar. Jenë konsultuar me zveti qka të bëjnë, kanë pru vendim që se cili prej tyne, me bo një dua, nemën një të punës të mirë që e ka bo. I pari për thëtë ka bo duan, ja Allah. Qëka ka bo? Ka qenë me bakti, ka rujt delet. Kur ka ardhë prej deleve, ka pru tomël, qumsht. Ka ardhë të shpia, i ka gjetë babën edhe nonën vonë, i ka gjetë në gjumë. Mja dhonë tomlin, po duhet mja u prish gjumin. A një vetë ka najtë pa gjumë, deri, baba nona e në qunë nga gjumi e u ka dhonë tomlin. Ka thonë, ja Rabbi, si ta këmbon për hatër tënë, ja Rabbi, qelna këtë tunel, këtë shpel, ka lëviz guri një fije. I dyti, është bo marak dhe një femën. është bo marak. Ka kërkua me bo zina me tonë. Ajo se ka pranu. Mandoj ajo ka ra në një zorë të vështirë të mjetëve. Ka ardi ka thonë minimu. Ky ka pas kushte. I kam një mu, ajo ka shpresu që masi i kam një mu do të shfrytëzoj. është largu prej haramit. Ka thonë ja Rabbi, si t'jem largu prej haramit për hatër tëndë në qelë rrugën, jo qelë edhe pak shpela. Dhe i treti, e ka pas një rrogtar, e një dit i ka punue gjysdite. E i ka thonë ati rrogtarit, mere këtë gjysdite në hakin që ke punu të une. Si të konë dita 20 euro, që 10 euro. Jo, ka thonë, s'po e marë. Edhe ka shkua pa e marë. Sa i ka menu me marë këtë ditën. Se gjysdite i ka shku. Se ka marë, ka ardhë marës disa viteve.
E ky atë hakin ja ka rujt e ka bon viqa, lope, dele, o mush, mas shumë viteve, kur ka ardha i ka thonë, hajde që këta marr hakin, kur ka ardha e ka pa, sa ja ka rujt hakin, e ati hak që i ka thonë, kjo haki ytë që rrit, ka thonë, ja Rabi, si t'ja kam rujt për hatër tënë, na qil rrugën, o qel kret kjo shpel e ka ndalë. Kjo një. E dyta o vllazën musliman, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, tre insan, Allahu s'ka me këqyr ata ditën e kiametit. S'ka mi bon rahmet me këqyr ditën e kiametit. I pari është ai që Allahu s'ka me këqyr, ai që babën edhe nonën e ka idhnua. Allahu s'ka me këqyr ditën e kiametit. Ai që është arrogant ndaj prindve, Allahu s'ka me këqyr ditën e kiametit. E dyta, që s'ka me këqyr ditën e kiametit, ka me i largu pi rahmetit, alkoholiqarin, rakigjin, mudminu khamrin, konsumatorin e alkoholit, Allahu s'ka me këqyr. Ja ka bon haram, ai po e përdosh. Dy, edhe e treta, që s'ka me këqyr Allahu Gjelle Gjelaluhu ditën e kiametit, el mennan, ai që barën fjal edhe i prish muslimantën.